partitë politike në Kosovë nuk po tregojnë se nga sa paroj harxhuan për fushat nga 11 janari deri në ditën e zgjedhjeve më 9 shkurt 2025. Gjashëm nuk po tregojnë se nga i kanë marrë parat për fushat. Tubime, poster e reklama kanë pas gjithandej Kosovës, por me kallëzu se sa ju kanë kushtu, hiç. Kam kërku qasje në shumën e shpenzuar dhe burimin e këtyre mjeteve financiare më 20 mars 2025, po as një fjalë, as nga vendosja, as nga PDK, as nga LDK, as nga AK e as nga Nisma. Megjithatë, nëse u shohim raportet e paudituara financiare që i kanë dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e dim se nga sa para i kanë pas këto parti në fund të vitit 2024. Lëvizja Vendose ka deklaruar se i ka 1.842.904 euro e 73 cent. Këto i ka në bank. I ka edhe 36.018 euro e 84 cent në ark. Gjatë 2024-ës, Lëvizja Vendose ka deklaruar se ka shpenzuar 163.203 euro e 99 cent për fushat. Partia Demokratike e Kosovës në KQZ ka deklaruar se i ka 936 euro e 27 cent në bank dhe 74 euro e 90 cent në ark, kurse gjatë 2024-ës ka shpenzuar 59.110 euro për fushat. Para të gatshme në bank, LDK për vitin 2024 i ka deklaruar 9.205 euro e 82 cent, kurse shpenzimet për fushat ka thënë se i kanë pasur në shumën prej 50.597 euro e 20 cent. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në anën tjetër, në KQZ ka deklaruar se ka në bank 897 euro e 39 cent, dërsa në ark 10.885 euro e 7 cent. Kjo parti kishte shpenzuar 4.302 euro e 87 cent për fushat. Nisma Socialdemokrate ka deklaruar se nuk ka para në bank e as në arkën e saj. Për vitin 2024 kjo parti ka deklaruar se nuk ka shpenzuar as edhe 1 cent për fushat. Sipas rezultatit të certifikuar të zgjedhjeve, Lëvizja Vendose i ka siguruar 48 ulse në kuvend, Partia Demokratike e Kosovës 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20, Koalicioni AAK Nisma 8, Lista Serbe 9 dhe një ulse nga komuniteti serbe ka fituar partia e Nenad Rashiqit. 10 deputet të tjerë do të jenë nga komunitetet e tjera jo shumicë.